Një lutje kur trembemi në gjumë ose kemi frikë nga vetmia. Ka shumë vlezër dhe shumë motra që ankohen për këtë pjesë. Shumë pra vlezër pyesin, thot kur është në vetmi, ka një ndjesi, një ndjenjë frike, një ndjenjë ankthi. Është një lutje e cila transmetohet në hadith. Unë e këshilloj pra çdo njërin. Ka vlezër për shembull që tremben gjatë natës. Boje këtë lutje. A'udhu bi kalimati Llahi tamme min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Është e thjesht. Lutja është këtu. Kuptimi i saj e ke këtu. Boje inshallah këtë lutje dhe me lejen e Zotit Gjithësisë. Allahu i lartësuar ka për të rujt, ka për të mbrojt, ka për të bërë që të ndjesh qetësi.